pak ditë pasi Shqipëria u vlerësua për sigurimin kibernetike, problemet e ditëve të fundit kanë rikthyer vëmendjen te funksionimi i sistemeve dhe shërbimeve digjitale shtetërore. Albanian Digital Solution, ADS, e krijuar me synimin për të ofruar shërbime më të shpejta dhe efikase për qytetarët, po përballet me vështirësi në mirëmbajtjen dhe funksionimin e disa sistemeve. Në ndërtimin e Igli Tafës, kompania ka në përgjegjësi një sër shërbimesh të rëndësishme që lidhen me administratën digjitale. Problemet janë evidentuar në sisteme si fiskalizimi, qendra kombëtare e biznesit dhe disa shërbime elektronike në sektorin e shëndetësisë dhe menaxhimit të dhënave. Situata ka shkaktuar vështirësi për qytetarët dhe bizneset, të cilët në vend të shërbimit të menjëhershëm online, përballen me vonesa që zgjasin nga disa orë deri në ditë. Ndërkohë, shqetësim mbetet edhe kostoja e mirëmbajtjes së sistemeve, pavarësisht problematikave të përsëritura. Çështja ngre pikpyetje mbi kapacitetin e ADS për të garantuar funksionimin e qëndrueshëm të infrastrukturës digjitale shtetërore.